Më të parat ishin ato, I quajnë armë të ftohta, meqense vjen në lëvizje vetëm nga forca e krahut e komanduar nga egërsia e mendjes. Janë objekte të rënda, vrastare, të vrazhda. Ishin, janë dhe me sa duket, do t'jenë ende për sa kohë njerëzit nuk heqin dorë së vrari njëri tjetrin. Muzeumet tona janë të mbushura me hobe, thika, shpata, topuz të rënd, shigjeta e harqe, shtiza, madje edhe të sfurqe. Studiuesi Frederik Stamati, njeriu që ka shpëtuar nga zhdukja shumë prej këtyre objekteve, prezanton disa prej objekteve më të famshme të koleksionit të pasur që ruhet në Muzeun e Institutit të Antropologjisë në Tiranë. Kjo është shpata Sultan Bayezidit të dytë, të cilën ne e zbuluam në vitin 2005. Por fatkeqësisht nuk e dim se si ka qenë bërë pjesë e fondit etnografik nga është trashëguar. Po të shikojmë çelikun brenda, do shikojmë që ky është një çelik damaskin, ose çelik me pamje ujore, siç quhet në teknologjinë e sotme. Nuk është shumë I theksuar, por ruhet struktura damaskine dhe dekoracion damaskin që ka. Në atë kohë, gjithë pjesa prej argjendi, siç është kuilloni këtu, këto medaljonet, pjesët e tjera, ishin shumë të shkëlqyera si argjend. Shikoj që sot, pas disa vjetëve, këto kanë filluar të marrin patinën fisnike të argjendit, duke krijuar surpulin e argjendit, I cili është I preferuar për muzeume dhe tregon vjetërsinë e një objekti. Kjo është shpata e Hodopashës. Është e shkruar dhe është e vitit 1810. Shkruan në arabisht, është një shpatë që I takon një ushtaraku të lartë. Arritëm që të përcaktojmë që ky Hodopash që përmendet nuk është ai Hodopasha që ka mbrojtur Muqinë dhe Zivarin, por ka qenë gjyshjetit. Dhe këtë e gjetën përmjet të ndjerit Ramadan Sokoli. Një shpatë perse me arkun që ka, është tipi I shpatave të kavallerisë perse që morën pasaj një shtrirje më të gjerë, një prahje më të gjerë për efektivitetin që kishin këto në luftë. Kjo është restauruar të paktën ndonjë 10 vjet përpara dhe bërej që pjesa prej argjendi që është në klop, atje ku nuk ka pasur një llak të trash, është nxirr shumë shpejt. Nëse dy shpatat që pa më parë ishin shpata ceremoniale dhe jo luftarake, kjo shpatë që kemi tani në dorë është shpatë luftarake. Është shpatë në ato që përdoreshin në luftimet ku merrte pjesë kaloria. Mund të jenë të prodhuara në vëllën e Magrebit ose në Gjenov, sepse një shpatë e këtij tipi ndodhet në peshkopinë një koleksion privat ku e ka të shkruar Genoa. Ne jemi në fillim të shekullit 16 kur futën në territorin ton armë për të përgatitur kryengritjen kundër Turqisë. Kjo është një shpatë damaskine, nga më të bukurat që tregjojnë në Shqipëri. Ka një dekoracion tepër, nëse shikohet, një dekoracion me lule. Sot nuk quhen damaskine, por quhen me çelik ujor, sepse ka pamjen e turbullirës së ujit. Por u quhen damaskine sepse nga mesi I shekullit 19, një udhëtar francez pa që këto shiteshin në tregun e Damaskut, edhe tha këto janë prodhime që janë prodhuar në Damask. Në vërtet, këto nuk janë prodhime të Aziz Vogël, këto janë prodhime të shumë të precisë, por më herët janë nga Ceyloni, nga Kina, nga India. Turqia nuk e kishte këtë teknologji për t'i prodhuar. Nëse një shpatë e zakonshme shitej deri në 4 franga, një shpatë damaskine shitej 600 herë më tepër. Edhe sot të tilla në tregun ankante mund të gjesh deri në 200.000 pound. Ka një çelik shumë të mirë dhe dallohet edhe nga tingulli që bën kur e godet.
ndryshon edhe në vende të ndryshme ku e godet. Gjë që nuk ndodh me shpallët e zakonshme. Baruti. Kjo shpikje e lashtë kineze mbërriti nëpërmjet karvanëve arab deri ndër trojet e Europës. Udhëtonte bashkë me gjëra të tjera të vyera si mëndafshi, çaj, piperi, kanella dhe thesaret e tjera të lindjes së largët. Në fund të shekullit të 14 dhe në fillim të atij të 15, topat u blen dhe nga fisnikët shqiptar. Të parët ishin balçajt e Shkodrës dhe topiajt e Krujës, që i sollën ata nga Venediku në Raguza. Në 1417, Tanush Dukagjini i Zadrimës e kishte tashmë një top të bronzt. Drishti, dikur qyteti i begat dhe i kulturuar në këmbë të maleve të veriut, u pajis me të në 1460. Heroi kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i përdori ata në të gjitha luftimet, që nga Stefigradi e Kruja deri në disfatën e dhimbshme të Beratit. Që nga shekulli i 15 nis prodhimi i barutit nga vetë shqiptarët. Një lloj mulliri me ujë vinte në lëvizje një mekanizëm të thjeshtë prej druri, i cili bënte përzierjen deri në atë pikë kur pluhujt në dukje të pafajshëm shndërrohen në atë lëndën me ngjyrë të murme në kafe, e cila shpërthen edhe para shkëndijës më të vogël. Legjenda thotë se vetë Skënderbeu e interesua të sjellë nga Gjermania 2 familje barut bërësish. Ende sot, në krahinën e Matit, 2 prej fiseve më të njohura mbajnë mbiemrat Allamani dhe Valteri. Prodhimi i barutit ndërmale shqiptare vazhdoi deri vonë, deri në fillim të shekullit të 20. Pushkët e para lidhen sërish me emrin më legjendar të shqiptarëve, atë të Skënderbeut. Ishte pikërisht ky që i përdori ato në luftën e tij 25 vjeçare kundër osmanëve. Kronikat e kohës raportojnë. Në 1450, në rrethimin e Krujës, brenda kështjellës kishte përveç 30 topave të vegjël edhe shumë pushk me fitil, që aso kohë quheshin skiopetes dhe më vonë arkebuza. 5 vjet më vonë, në 1455, ushtria e Skënderbeut rreth Beratit, këtë herë në rolin e rrethuesit, ishte armatosur përveç 18 topave edhe me 500 pushk me fitil. Një goxha shifër për atë kohë. Pas pushtimit të Shkodrës, shqiptarët u tërhoqën ndërmale, ku vazhduan të jenë të armatosur me pushk. Gradualisht, me armatosjen e tyre nisi edhe prodhimi në vend i pushkve dhe pisqollave. Qendrat më të mëdha të prodhimit të tyre përgjatë sundimit shumë shekullor osman ishin Shkodra, Elbasani, Prizreni, Tetova, Peja, Gjakova, Berati, Delvina, Janina. Sidomos përgjatë shekujve 16-18, nis të bëhet gjithnjë jo vetëm e përdorshme, por edhe e famshme në tregjet e krejtlindjes e quajtura karafilja shqiptare. Bashkë me të, vazhdoi prodhimi i pisqollave të cilat hera herës merrnin emra të ndryshëm për këdhelës, femëror, njësoj si për një dashuri të veçantë, Calina, Verdha, Latunia, Lezhjania, Gjarpnushja, Cubja, Dunga. Armët morën një herazi rolin e stolis, por edhe të dëshmisë së nivelit pasuror të pronarit të saj. Ishte si një dokument që e vendoste bartësin e tyre në një shtresë të caktuar të shoqërisë. Një hop të madh mori prodhimi i armëve shqiptare përgjatë ekzistencës së 2 pashallëqeve gjysmë të pavarura shqiptare, Janinës në drejtimin e Ali Pash të Pelenës dhe Bushatlinve të Shkodrës.
Pasuria e pamatë e armëve rrezikoi për disa kohë ose të zhdukej në përbodrumet e shtëpive, apo në kujtimet e familjeve, ose të mos dokumentohej kurrë. Pasuritë që po dokumentojmë sot, ja dedikojmë sidomos një njeriu, mjeshtri i armatimit, por edhe i historisë. Ky njeri quhej Riza Drishti. Falti i ka mbetur sot Shqipërisë një pasuri e pamatë, jo vetëm kulturore. I matë, në vitin 48, filloi punë në Ministrinë e Mbrojtjes, ditë e shtunë, ditë tjera kur ai kishte pushim, aty në atë ambientin familjar, në kuzhinë, se s'kishim dhoma pritje. Ai mbushte tavolinën me ato skedat që quheshin, me dosjet, dhe fillonte punonte. Ka pasur dhe mos besim në këto historianët e Institutit Historisë, si ka mundësi që ne si shqiptarët kemi prodhuar armë të atyre viteve në shekullit 18-19. Botimi kryesor është armët dhe armëtarë shqiptarë që ai e realizoi në vitin 1974, 20 vjet punë, dhe aty ka një historik të zhvillimit të armëve në Shqipëri, duke filluar nga antikiteti në mesjet deri tek ato armat që sollën pavarësinë, mbas vitit 74 kur filluan ato spastrimet ushtri. Ajo të roq me ato pretekstin e një smundje dhe ju kushtua totalisht studimeve. Kontribut veçantë babai ka dhënë në ngritjen e muzeumeve, për shembull Muzeu i Armëve në Gjirokastër. Ai punoi nga viti 69 deri në 71 kur u përrua. Këto albume që ne kemi këtu përpara kanë gjithat punën e tij për ngritjen e muzeumit, për mbledhjen e armëve të cilat ishin të shpërndara në gjithë Shqipërinë. Ishin armë nga ato ky populli quante me emrat e tyre tradicional. Babait ato qytetarë që ruanin në shtëpitë e tyre armë të vjetra e mirëprisnin dhe si thua ja vinin në dispozicion. Megjithatë ne në shtëpi nuk ruajmë asnjë armë nga kjo periudhë, gjitha i ka dorëzuar në muze. Ylli Drishti, studiuesi i artit, ka vendosur të ndjek pasionin e të jatit. Pasioni i tij, dhe ngulja ka krijuar një arkiv të madh, duhen vite të tëra pune, duhet i kushtohesh jetën një pasioni siç ishte edhe për rastin e babait, pasioni për studimin e armëve shqiptare. Dhe unë kam kënaqësi kur takoj shumë studiues dhe ata i vlerësojnë punën e tij me nota maksimale. Bile shumë shënime në dosjet babait janë të ruajtura me shkrimtore, të mbajtura me stilograf. Domethënë është një punë që thua kolosale, një punë e mundimshme, një punë që nuk e bën çdo njeri, unë duhet i kushtosh jetën. Janë prodhuar shumë kohë më parë për të vrarë, për të vënë deri në vend apo për të luftuar pushtuesin. Sot ato flenë qetësisht ndër muzeume, disi të ndrojtura duke nxjerrë në pah vetëm anën e tyre të paqët, atë të zbukurimit, elegancës, dukjes, vezullimit. Tani i mbajnë plotësisht dhe denjësisht emrat femëror që u patën vënë krijuesit dhe bartësit e tyre. Për sa kohë që ata prodhonin objektin më të rëndësishëm për një shqiptar, ata ishin një herazi edhe ndër njerëzit më të respektuar të qyteteve. Këta ishin armëtarët. Për tyre sot na kanë mbetur vetëm portretet e tyre të rralla të mbledhura nga Riza Drishti. Arma ka qenë një pjesë e pandare si në çdo popull dhe popullit tonë, historinë e tij, dhe shikojmë aty evolimin e tyre, të tipave, të llojeve të ndryshme që janë përdorur në Shqipëri dhe ato lloje ose tipe armësh që janë prodhuar dhe riparuar nga mjeshtrit tanë shqiptar, siç njihen mjeshtrat e Tetovës, Shkodrës, të Gjakovës, të Prizrenit, Elbasanit, Lezhës.
arma përveç funksionit që ka mbrojtës apo sulmues, sipas tipave të ndryshëm, ka dhe anën artistike. Shqiptarët shquhen për dashurinë që kanë për armën dhe mënyrën se si e zbukurojnë. Po të shikojmë janë të ndryshme. Mënyra e punimit të tyre është aq e shumëllojshme, aq interesante, bile kjo është, si thua, një garë kush e kush ta bënte më të bukur, më interesante. Po të shikosh pistoletat e huaja nuk kanë atë zbukurim që bëjnë shqiptarët. Unë e bëjnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Në 1873, ushtria e sultanit u pajis me një lloj tëri, më modern, armatimi. Pushka me të cilën u armatosën ushtarët e Stambollit vinte nga Zvicra dhe mbante emrin e shpikësit të saj. Në Shqipëri ajo prandaj u quajt Martina, por në shumë raste edhe thjesht Huta. 2 vjet më vonë, në 1875, armëtarët shqiptarë nisën të prodhonin vetë këtë lloj pushke fort efikase. Por shqiptarët ajo ishte e para që mbushej jo më nga gryka, por në një fole të posaçme në pjesën e pasme të armës. Ky modifikim shqiptar, për ta dalluar nga pushkët që vinin nga Stambolli, u quajt Huta e Miletit. Në fakt, si pa e kuptuar, kishte nisur edhe vetë fundi i prodhimit artizanal të armëve në Shqipëri. Winchester ishte një armë e fuqishme, praktike, qëllonte larg dhe me precizion njëherëzi 5 fishek. Por më tepër mbante me vete një kujtim të së kaluarës, një lloj thike që e quonin bajonet. Kur i gjithë Ballkani, ende i jetur për luftë, u mbush me këto armë brastare efikase, atëherë edhe armëtarët, dikur të lavdishëm, nisën të tërhiqen një nga një në vetminë e pleqërisë së tyre. Ndërsa objektet që ata kishin prodhuar me dashuri dhe krenari, nisën të mbyllen ndër rafte muzeumesh dhe ndër kuti të kadifejta. Një periudhë shumë shekullore dashurie kishte marrë fund. Të tjera objekte do të vristin shumë herë më mirë, pa u bërë fare merak për bukurinë e dikurshme vajzërore. Mike Milani ishte një ndër vojvodët e Kuçit që luftoi dhëm për dhëm me malsorët e veriut shqiptar në kohën e lidhjes së Prizrenit përgjatë viteve 1877-1881. Kapetan legjendar për malazezët dhe armik i betuar për shqiptarët. Ai vetë është luhatur në një ndjenjë të përzier mes respektit, sfidës dhe urrëties për armiqtë e tij të betuar. Në fund të jetës së tij, ai botoi një libër të titulluar Jeta dhe zakonet e shqiptarëve, ku lidhja e kundërshtarëve të tij me armët zinin pjesën kryesore. Ai shkruan: E zëm se je duke ecur rrugës. Gabimisht me dorën ose me pushkën tënde ke prekur pushkën e tjetrit. Atëherë ai në mënyrën më të ashpër të drejtohet. Përse ma preke pushkën? Ti duhet justifikohesh ose të presësh prej tij më të keqen e mundshme. Ka ndodhur që dikush duke i parë përkureshtja pushkën tjetrit, i ka hapur edhe folen për të parë llojin e plumbit. Në këtë rast ati i kanë thënë: Pse po e shikon? Mos do ta provosh nëse ndez apo jo? Ja tash të tregoj se si bahet. Dhe pas një shkak, ja ka shkrepur në lule të ballit, anë gjoks, duke e lënë të vdekur për tokë. Dikush prej tyre i tha njërit: Ma jep pushkën ta shoh? Tjetri ja dha. Pasi e pa me vëmendje dhe ju duke mirë, e mori, e mbërtheu dhe e shkrepi. Pushka nuk ndezi, por shpërtheu. Atëherë i zoti i pushkës tepër i fyer i thotë: Ti më turpërove pushkën. Ne duhet të vritemi. Tjetri me gjaktotësi ja kthen: Jo mër vlla. Pse të vritemi, kur unë jam dakord ta paguaj trupin. Biletë më bësh më shumë se sa të bëra unë ty. Ja ku i ke 2 pushkët e mia. Qëllo me to dhe nderi pushkës tënde shkon në vend. Ai i mori të 2 pushkët, i pa mirë dhe u bind se edhe pa i prekur fare, ato mund të merrnin zjarr. Duke mos dashur të qelloj askund, ja ktheu dhe ja fali turpërimin. Shqiptarët e kanë pasion që t'u shkëlqejnë armët. Në çdo kohë ato duhet u agjesh krejt në rregull, sikur t'i kenë marrë në atë çast nga punishtja. Ata gjurmojnë se kush prej tyre ka pushkën më të mirë, kush e ka më të saktë për shenjë, me cilën mund të luftohet më lehtë, cila shpon më mirë, cila vret poshtë, apo cila i shpërndan më mirë plumbat.
Ashtu si veprojnë edhe me trimat, ashtu veprojnë edhe me pushkët. Ata grumbullohen dhe kontrollojnë armët e njëri tjetrit. Kush nuk ka ose nuk i njeh armët e mira, nuk do që të tjerët t'i zbulojnë dobësitë e armës së tij, sepse e ka frikë se mos asaj pushke i ngjitet ndonjë nofk. Kjo lidhje e veçantë, e vjetër, e pandashme mes shqiptarëve dhe armëve u përdor nga propaganda komuniste në kohën kur u forcua ideja e të gjithë popullit ushtar. Meqense vendi ishte i destinuar të jetonte në izolim të plot, atëherë duheshin thurur edhe himne për armët, të cilët do të na mbronin nga gjithë bota. Dragolli, njëri prej poetëve më të njohur shqiptar, pa të shkruar kështu në 1974. Më lër të ulem në prerin tënd të ngrohtë, o hallemadhja ime shekullore. Të puth duart e tua, më të mirat në botë. I ngazëllyer të hesht në heshtje foshnjore, duart e tua që u regjen nga puna, dhe gishtërin që zun kallo nga këmbza e dy fekve, dhe supet që u varën nga xhokja e nga guna, dhe mesin që u hollua e gjerdani i fishekve, dhe ballin që u rrudh e u lërua nga mendimi, dhe beben e syrit që u mpreh nga shënjestra, dhe këmbët që u zmadhuan nga ecja e mundimi, dhe qerpikët që u dogjën nga baruti në shkrepa. Në gërgjet e thata shfrynte rapo hekali, dhe plumbat si breshër i pinin mbi supe. Martina e Palla gjëmonin e ndritnin satunde i mali, dhe zinte në gryka, pashan me 7 tuje, dhe nëna këndonte: "O djem, o pallëve të tima", që u grisën fustanellat nga Martina. Në kutine në vezmet përzien duhani, fishekët, kujtimet, përzien rrugët e ëndrave, dëshirave e shpresave, përzien kërkimet, gërryerjet e shpirtit e mundimet.
Asnjë aspekt i jetës nuk mund të mendohej aso kohë pa lidhjen e pathyeshme me armët. Poema e Agollit ishte një ndër më të recituarat ndër teatro, shtëpi kulture, klasa shkollore, njësoj sikur të ishte një këngë e famshme dashurie.